mendoja që do të hapja një firmë peshkimi. E para është talenti. E dyta e mbështetja që më ka dhënë familja, motra më shumë, ka qenë më tepër korrekte, duke më qëndruar në kokë. Gjithë familja Tusha shquhet për një vesh muzikor të mirë dhe pastaj gjatë karrierës time dua të falenderoj bashkëshorten time që më ka krijuar një qetësi që është pjesë e suksesit tim dhe Zoti më ka plotësuar nga gjitha aspektet. Kam një familje të mrekullueshme, jam gjysh 3 herë dhe shpresoj që natyra e zërit tim të jem edhe disa vite në skenë. E shikoj që ndjehem mirë. Absolutisht, shpresoj që ju kemi sa më gjatë dhe të na kënaqni me artin e mirëfill që ju sillni. Si është përgjithësia të jeni një ndër zëret më të rëndësishëm të artit apo të shqiptarisë? Ka qenë gjithmonë ndjen përgjegjësie apo ka qenë shtesë për motiv? Thjesht është puna, kjo është jeta ime, ndryshe nuk bëja ndonjëherë pyetjen vetes që po mos kisha këtë talent dhe këtë zanat, çfarë do bëja? Edhe vërtet, edhe rria thoja, mendoja që do të hapja një firmë peshkimi, se e kam hobi peshkimi shumë dhe aty jam i suksesshëm. Kështu që përveç se të kënduarës, jam dhe një peshkatar i mirë.